Këngëtari i njohur Shpat Kasapi ndërroi jetë pas një arresti kardiak, teksa ndodhen në Itali së bashku me bashkëshorten e tij Selvien dhe djalin e tyre. Pas ndarjes së tij nga jeta, bashkëshortja e Shpatit u përball me komente dhe sulme të shumta në rrjetet sociale, gjë që solli dhe reagimin e nënës të këngëtarit. Ajo theksoi raportin e mirë që kishte me Selvien dhe kërkoi ndalimin e gjykimeve të pabaza. Së fundmi e ftuar në një emision ka qenë halla e këngëtarit. Flora Kasapi, e cila deklaroi se ndaj Selvies është bërë një padrejtësi e madhe duke reaguar ashpër ndaj kritikave publike. Le ta urrejmë dhe Shpatin dhe Selvien, apo edhe le t'i duam, kjo është çështje personale, vetëm ta kuptosh drejt, një njeri 2 metra i bukur, i adhuruar nga të gjithë dhe për 3 sekonda të ikën e kreharorin tënd. Çfarë mund të thuhet këtu? A duhet të shpjegohet ky moment? Flasim në kontekst njerëzor, për të dashurin e Shpatit është bërë një padrejtësi e madhe. Ku e di ti kush është ajo? Ka jetuar me të? Jo, nëse ai e ka zgjedhur të dashurin e vet dhe të jetë nëna e djalit të tij, si ka mundsi një popullat të tërë të flas? Zonja gjyqësere e ka parë të arsyeshme për të mbyllur këto tema të gojave haxhuze, tha halla e Shpat Kasapit, duke treguar edhe një herë mbështetjen që ka familja e Shpatit ndaj Selvie Jaos. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.